Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka komentuar yllin e Hollywoodit George Clooney pasi mori shtetësinë franceze dhe shfryzoi rastin për të kritikuar dhe Francën. Trump dhe administracitë kanë mbështetur partitë anti-emigracion në Europë, tha se aleati kryesor Franca kishte një problem të tmerrshëm me krimin dhe emigracionin. Një dekret zyrtar i parë i AFP-s tregoi se fituesi 64 vjeçar i çmimit Oscar Clooney dhe gruaja e tij Amala Malaudin Clooney dhe 2 fëmijët e tyre ishin bërë shtetas francez. Lajmi i mirë, George dhe Amal Clooney, 2 nga parashikuesit më të këqij politik gjitha kohërave, janë bërë zyrtarisht qytetarë të Francës, e cila për fat keq është në mes të një problemi të madh kriminal për shkak të trajtimit absolutisht të tmerrshëm të emigracionit, tha Trump. Ylli i Ocean 11, Clooney ishte një mbështetës mbledhës fondesh demokratë prekosh dhe kritik i zëshëm i Trumpit në postimin e tij në rrjetet sociale. Trump kujtoi faktin se aktori mbështeti Biden gjatë zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuar në vitin 2024, po më pas e la atë në balë duke u shqetësuar për moshën e demokratit.